Mirdita, kjo është tubo e landfillit të Orikumit, në cilat do të derdheshin ujërat e pastruara ose ujërat e ndotura, të cilat mbledhin nga Dukati, Orikumi, Tragjasi, Radhima e tjera. Ka filluar landfilli në vitin 2014, jemi në vitin 2025 dhe akoma nuk është funksional. Dhe sot kishim bërë prova teknike dhe nga tubi i cili ishte zhytur poshtë në tërësi detit ju ka dalë sipër dhe ende mbas ka 2014-2025 ende mbas 11 vitesh ende nuk funksionon dhe ujërat e zeza derdhen në kanalet e Kënetës, Hidrovorit, në kanalet paralel me Kënetën, kanalet paralel me plazhin e Orikumit dhe në fund të fundit përfundojnë në det ose vinera dhe kemi mushkonja dhe papastërti. Pra ujërat e zeza ka qenë përpunimi, ujërat e zeza dhe moshderdhja aty në det ka qenë problem i mbartur nga qeveria Berisha, nga qeveria Rama dhe ende nuk zgjidhet dhe tani ju bëj thirrje njerëzve që duhet ta bëni plazhin juve në plazhet e Ramës, për telefoni ju, për botoni, për karriget e deputetit Ramës apo karriget e deputetit të Berishës. Ju bëj thirrje të votoni Gjergj Meza që të zgjidhin një herë mirë këto probleme madhore dhe të ringrën turizmin në nivelet që duhet. Ju përshëndes.